Se mos flet ndonjë fjalë për takimin multilateral të Arubas në emër të SPAK-ut, Altin, prit një herë, mos u nxito se nuk e ka botuar akoma Rama në fletoren zyrtare, siç botoi shkarkimin e njërit nga erionat e bashkive. Ky takim me përfaqësues të qeverisë dhe krerëve të mafias kombëtare dhe ndërkombëtare ka qenë samiti më i rëndësishëm që ka organizuar qeveria Rama prej vitit 2013. Madje ka qenë një shtyrje e madhe e negociatave me kartelet e Amerikës Latine pas vendimit të qeverisë në 2013 për të mbjellë Shqipërinë kanabis, siç ka deklaruar publikisht ish zëvendës kryeministri Ametaj. Për nga rëndësia e takimit në Aruba, mafia e qeveri në vitin 2019 është i nivelit superior, Altin, ndërsa për nga radha është i dyti pas takimit të parë në kryeministri në 2017 mes përfaqësuesit të ndragetës dhe qeverisë për të pastruar qindra miliona euro, sipas përgjimeve të antimafias italiane, por që nga një prokurorut si SPAK-ut u mbajt fshehur ky përgjim për ta patur si CV për karrierë. Fol Altin, se nuk e ndonjë ambicie më të madhe se ç'je për karrierë në profesion, se edhe po ke ëndra për të zëvendësuar Olds Çelën në mars 2026, është shumë më i vogël ai pozicion sa ky që pate prej 3 vitesh deri në datë 15 dhjetor. Fol dhe jepi rëndësinë e duhur këtij samiti madhor në Aruba, se pas këtij samiti qeveria është angazhuar pik për pik dhe i ka plotësuar të gjitha angazhimet e saj, duke miratuar leje hotelesh e resortesh brenda në det, madje përballë Italisë, nga inati që italianët i kanë përgjuar. Për Bankersin nuk të lanë të hapje gojë, Altin, se aty janë bërë bashkë të gjitha halet e politikës. Për Krifcën, Moraltin dhe për inceneratorin e Tiranës nuk hape gojë, se prokurori që i ka si çështje ka qenë i zënë me montazh fotosh me të ngarkuarën me punë ambasadën amerikane për t'i treguar dynjas që Amerika vdes për këtë dhe e do shumë. Për koncesionet e dializës, Allajbeut dhe të laboratorëve të Karathanasit nuk fol Altin, se kisha hall mos mërziteshin turqit e Klodit apo grekët e Janit për gjobën 100 milion euro të Anilës. Moraltin nuk hape gojë se kisha hallin mos mërzitej Sorosi që e ka promovuar në politik. Për Benet Becin, Tana Gollin dhe çdo drejtor të këtij niveli ke bërë mirë që nuk je marr, se këta janë hajdut me bon sens. Për vilën e Benkrajës që i vodhën hajdutët në Lalz dhe për tenderin mbi 8 milion euro që bëri ai në janar 2022 për zbukuruar godinën e SPAK-ut, nuk flet dot Altin se ai pa folur ti dhe votoi kundër teje për shefin e BKH-s. Le më po të flisje. Për tenderat e Manastirliut në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Arsimit, mos fol më Altin, sa të bëhet kryetare bashkie, e pastaj rri pa merak si i rras një denoncim në Esti Angoni dhe e di veti çfarë bëhet. Për kullat dhe katet pa leje në Tiranë nuk flet Moraltin, se mërzitet e gjithë politika dhe bordi financiar në Dubai, Holand dhe Spanjë. Për gjyqjet ku janë vrarë njerëz nga babzia për të vjedhur, mirë bën që i zvarrit 3 vjet se në fund të fundit të vdekurit nuk ankohen dot më dhe me nge e kanë. Presin sa të mbarojë udhëtimet i akuzuari. Vetëm për autokombajner Bektashin, profesoret Vim Priftin dhe denoncimet e Esti Angonit keni qenë në gatishmëri totale. Se desharrova Altin, se mos neglizhon ndonjë denoncim të Esti Angonit pa filluar hetimet, se kush e duron Nestin të kaput një bursë për specializim Nesti jashtë Shqipërisë, dhe kur të kthesh mbas 2-3 vitesh, mund të të emërojnë kolegët e Nestit në KLP në Kukës ose Gjirokastër. Pastaj do të kërkojnë të rihapësh dosjen e vrasjes së italianit Dienët e Pelen, pastaj do gjesh belan me italianët. Të përshëndes Altin dhe mos e prish hiç Terezin. Përshi punën tënde dhe sa të jetë Irena aty, që ka hallin e dënimit të vet në Greqi, bëj çfarë ke qef deri në datë 15.